Bëjmë edhe vlerësimit e her pas hershme të nevojave. Para 2 javësh e patëm një takim ose një fokus grup me gratë refugjate që kemi duke banu në akomodim privat, dhe pikrisht ishte një ndër pyetjet tona se si po ndihen, a janë të pranueshme, a kanë ndonjë përjetim të ndonjë trajtimi racist ndaj tyre, po kanë vlerësimit e tyre janë shumë pozitive, edhe pikrisht kur e shohin që kanë vështirësi në komunikim, njerëzit ofrojnë mbështetjen e tyre. Njëkohësisht kemi edhe fëmijë refugjat, të cilët ndjekin mësimet në shkollat lokale, nëpër komunat ku ata i ndjekin gjuhën shqipe, çështje që kisha dashur mundal pak ma shumë, nëse lejo tani, apo edhe më vonë nëse vjen momenti, po dua të theksoj që edhe fëmijët janë shumë të pranuar prej shokëve të klasës, e njëkohësisht edhe prej arsimtarëve të shkollave. Kështu që kemi një pranueshmëri shumë të mirë në raport me këta persona. Tani me kushtrimin, sepse kështu ka një perceptim që realisht kosovarët nuk është se janë treguar shumë mikpritës ndaj atyre që posaçërisht kanë ardhur nga lindja e mesme. Pra ka pasur një hezitim fillimisht krijimit komunikimit me ta, për dallim nga ata që erdhën nga Ukraina, që kishte një mikpritje shumë më të theksuar, ndoshta. Marrë parasysh që kemi parë edhe figura publike, ti presin, ti takojnë, tregojnë solidaritet me ta. Ju si e shihni komunikimin e kosovarëve me refugjatët që ndrojnë këtu? Po, realisht unë besoj që ne nuk kemi një shoqëri që jemi shumë e mësuar me të ndryshme në përgjithësi, për shkak edhe të kaluarës. Njësoj besoj edhe relacioni me refugjatët, për shkak se, për shembull, ne dim të krijojmë stigma të caktuara në lidhje me grupe të caktuara që vijnë për shkak edhe të stereotipeve për grupet caktuara, që është për shembull kjo prej lindjes së mesme. Unë besoj që ne është mirë që edhe me refugjatët edhe me ardhacakët në përgjithësi, me njerëzit që vijnë këtu, të kemi një relacion të tillë që e tejkalon këtë konceptin e mikpritjes si të tillë. Për shkak se unë besoj që kemi nevojë për një integrim e bashkëpunim social më të përgjithshëm, ku ata integrohen edhe punojnë bashkë me neve, edhe ndjehen tamam pjesëtar të shoqërisë të cilës i takojmë. Sepse ky koncepti i mikpritjes është më shumë sekuencial. Do të thotë ndodh në një relacion të caktuar edhe përfundon. Mirë po ne kemi nevojë që tamam të integrojmë. Si është, thoni, në një moment caktuar? Në ç'kuptim, kur dikush na takon, na pret në shtëpi, çfarë kuptimi ne jem kështu? Sekuencuar me mikpritjen? Sekuencial për shkak se mikpritja është pranimi i parë. Po ne kemi nevojë për një thellim të bashkëpunimit, e bashkëveprimit me komunitete të tjera në përgjithësi, edhe me imigrantët në këtë rast, për shkak se ata mund t'i bëjmë pjesë të shoqërisë në tërësi dhe të ndajmë përvoja me ta, pra të krijojmë një lloj universalizmi kulturor këtu për brenda, përmes të cilit ne i shkëmbejmë përvoja, gjejmë të përbashkëtat, por edhe një lloj relativizmi në kuptimin e asaj që e pranojmë tjetrin si të ndryshëm pa provuar që ta bëjmë si ne, dhe në atë frymë bashkëpunojmë. Që do të ishte jashtëzakonisht e rëndësishme për me kriju një shoqëri e cila është në gjendje që ti pranoj të tjerët ashtu siç janë, por brenda saj. Për shkak se nganjëherë është një autor i cili analizon shumë këtë konceptin e tjetrit të huajit, pra ekziston tjetri edhe tjetri si i huaj. E nganjëherë ne veprojmë kështu, jo vetëm me tjetrin, po tjetrin si të huaj, të cilin në mënyrë të përgjithshme kështu e përjashtojmë prej proceseve. Ne kemi nevojë për pranim të tyre, por pranim edhe në procese shoqërore në cilat ata mund të kontribuojnë vlerëshëm si të tjerët. Natyrisht që kjo nuk është e lehtë, edhe nuk është e thjeshtë në kontekstin në cilin po jetojmë, sepse që të kthehemi në fillim, ne kemi nevojë që të destigmatizojmë grupet caktuara prej nga vijnë ata. Për shembull, njerëzit që vijnë, nuk duhet i shohim tash prej cilit vend e lokacion po vijnë, po për çka kanë ardhur dhe cili mund të jetë edhe kontributi i tyre në shoqëri, pse jo. U përmend fakti që një pronar lokali e ka falur një person që ka bërë një vepër si vjedhja, për shkak se ka mirë kuptuar se ai është refugjat. Por ka stereotipe që u patën krijuar në fakt stereotipe në veçanti ndaj sirianëve,
kur thuaj se sirianët vjedhin, sirianët po sulmojnë gratë, megjithëse nuk janë vërtetuar, ndoshta asnjëherë nga policia e Kosovës të tilla vepra, nuk gjeta diçka të shkruar spaku, po ju keni vërejtur stereotipe të tilla Po ndaj? e përmendet për shembull numrin e refugjatëve nga Ukraina. Do të theksoj se ky grup është një numër më i vogël, edhe këta janë do të thotë persona me status të mbrojtjes së përkohshme që ofron qeveria e vendit. Kurse kur bëjmë fjalë për sirianë dhe tjerë, ata janë kryesisht azil kërkues. Pra, ky grup ka në mënyrë të organizuar dhe kryesisht e kanë një standard të mirë, pra kanë ardhur gazetarë janë kryesisht punojnë. Po, e qartë, pa dashur të bëjmë Ndërsa, kur jemi te grupe tjera, duke pas parasysh një numër të madh të ardhjes tyre, edhe kuptohet vendet prej nga vinë, zhvillimi e tjerë, ekonomik, socioekonomik e tjerë, ka pas raste raportimit nga mediat, edhe pse shumica e këtyre migrantëve ndoshta janë nga Algjeria, apo Maroku, po deklarohen se janë sirian apo irakian me qëllim se krijohet ajo ndjeshmëri se po vinë nga vatrat e luftës e tjerë. Edhe ka pas raportime në media se jo u djeg një xhami për shembull në fshatin Magur, jo që këto rastet për shembull u thy ky lokal, ndodhi kjo vjedhje e tjerë dhe krijohen çista stereotipe, perceptime negative ndaj personave të tillë, mandej po kur ka raste pozitive, është një refugjat që ka mjek e tjerë, paragjykimet ndryshojnë. Po natyrisht ata të gjithë kanë ikë për një arsye nga vatrat e tyre, nga shtëpitë e tyre. Pavarësisht mund të ketë të tillë që thoni që janë nga Algjeria, prezantohen si nga Siria, siç ka ndodhur ndoshta edhe me shqiptar të Kosovës dhe Shqipërisë që po mund të jenë më të rralla ato raste. Por ata që vinë, supozojmë nga Algjeria ose nga vatra ku nuk ka luftë, pse ikin, ju tregojnë juve, bëhen të sinqert kështu me stafin për tregu pse kanë ikë arsyet që i kanë shkaqet ekonomike janë kryesisht. Do të thotë dhe gjejnë atë mundësinë për shembull, e tham edhe më herët se Kosova është vend tranziti, nuk është vend destinacioni. Pra ata i gjejnë mënyrat se si të migrojnë. Për shembull përmes Stambollit është mënyra pa viza në Stamboll, mandej Stamboll, Kosovë, me dokumente, me ashtu ilegalisht përmes Greqisë, Shqipërisë, tani Maqedonisë, dhe kështu tentojnë për vendet e Unionit Evropian. Ka të tillë që kanë jetuar ndoshta në Algjeri, në Francë, mandej janë kthy, prap tentojnë me hy në Francë, pra për shkaqe ekonomike. Kryesisht janë 3, 18, 40 vjet, kështu do të thotë Se për këtë aspektit gjinor, dominojnë burrat, gratë, mashkuj ka më shumë, mashkujt në përgjithësi, po pavarësisht arsyes se ata ikin nga vendet e tyre, e ceka disa herë mund të kenë përjetu vështirësi dhe trauma gjatë rrugës, kështu që në momentin që ata vendosen në qendrën e azilit dhe fillojnë të marrin mbështetje psikosociale, atëherë po kushtohemi në